dhe mirë se keni ardhur në këtë video të re. Sot çuna do lozim FQ Mobile. Sot do ju tregoj se çfarë lojtari kam marrë dhe kam shkuar 124 overall. Dhe ja ku është ekipi im, jam 124 overall dhe ekipi im është Luis Diaz, Dembele, Messi, Bruno Guimaraes, Karl, Makalele, Timber, King, Kobel, Saliba dhe lojtari që kam marrë sot është Pedro Porro. Dhe sa mora Pedro Porro në çuna shkova 124 overall. Këta lojtarë do të shkojnë. Dhe lojtari tjetër që do ishet do jetë ose Timber ose Saliba. Dhe mos u mbasin kot të bëjmë një lojë në tuat ose me shoku këtu ke friends të shohim. Nuk shek asnjërin li dhe do e bëjmë kë head to head. Shkojmë këtu dimension rival dhe ju mos harroni të bëni like, subscribe që të shihni vlogun që kam për të bërë në datë 5 gusht dhe shtimin play. Fshimi në lojë. Dhe këto janë ekipet, kjo është ekipi mështar. Dhe 3, 2, 1 dhe fillon dol në lojë kundërshtar direkt. Lutem mos di në lojë, lutem. Dol. Ja nuk po se dol. Nuk dol. Yes. Atëherë, Makalele, Saliba, King, pason ke Timber, Luis Diaz, Karl, Dembele dhe duke lexova jam shishta. Henry e pason ke Foden, në Foden e kap topin dhe çuna na falni për zhurmën, po janë përjashtu kalamaqilozën. Dhe na futi gol kundërshtari, nuk e çova në video, se u bllokon gjë këtu që isha pat. Okej. Dembele, mos offside. Futëm gol në pozicion e shloja. Dhe më shkruani poshtë në komentet kush fiton sot. Finali e vendit 3 dhe 4 që është Francë-Angli. Për mua sot fiton Anglia. Edhe sepse jam fan i Anglisë. Okay. Topi për ne, Timber. Na falin shumë për zonën. Makalele, Pedro Porro, Messi, Dalot, nga këllëtarës, i kom duke. Ja, me këmamen, që e më paska. Karl, pas e ke Lionel Messi. Dembele me një goditje, nuk goditi. Ishte fauler. Okay, White, rega. Për para White, si për kalon mbrojtjen kë. Okay. Dhe pret Kobel, dhe më thonë, e ka për dorë, jasa pret. Dhe mos harroni të bëni like, subscribe. Messi për para, Messi dhe ndalot nga Zoboslaj. Okay. Henry, King aty. Ky King është super, mos ka bën pasimin. Dhe 2 minuta, 3 minuta më rap pjesa parë. Dhe ky pëllozëm auto, si shikoni. Foden e pason ke Sadiki. Goditje Foden dhe përfundon jashtë. Është rivënje fundore. Dhe mëroj pjesa parë. Kam 4 orë kam që kam marrë këtë, që është Pedro Porro. Dhe ju mos harroni të bëni like, subscribe, si që thash më parë. Dhe kur shkon në Shqipëri në datë 5, që do keni dhe vlogun. Vlogun nuk do hedh në datë 5, po vlogun nuk do hedh në datë 5, po do në datë 6 kur të sas Shqipëri. Dhe në Shqipëri do keni video me Free Fire, Roblox, Roblox e bësaj, me PUBG, me Brawl Stars. Dhe Akanji, e pason topin ke Courtois. Që boni Courtois, ju shoh, Rooney.
e pason ke Henry Sadiki. Dhe hongëm golin e dytë nga Foden. Më kemi të kalos mirë hiç fare këtë ndish. Ok. Prapë prapë me fus një gol. Pasuje. Mos. Kalafiori. Dhe ndalohet nga kush ishte Timber? Nuk e di kush ishte çuna. Ok. Dembele përpara. Dembele nuk mund të kalojë kançin. Prapë kemi në topin. Makalele e pason ke Karl. Karl e pason ke Luis Diaz. Dembele mos. Qa boni kançi. Dembele me një goditje dhe pret Courtois. Courtois ajo 2 metra ro por shok, nuk kalohet. Dhe sa më shpejt çuna të shkojmë 100 subscribers. Sa që Shqipëri besoj se të shkojmë se kam shumë viewer që janë shqiptar. Messi me një goditje pret Courtois prap. Minuti 81 2-0 për kundërshtar. Të bëjmë një cross këtu. Që është Kingo. King goditja dhe gol. Është super letar ky Kingo dhe plus që është Ronaldo. Dhe ka bonusin që ka forcë. Një pak attacking që ta barazojmë. Henry e pason ke Rooney. Ok, dalot nga Karl. Ja, kush ishte më nuk e pash mirë. Messi përpara. Messi kundër kanxhit. Messi përpara. Messi goditja dhe deviohet. Dhe besoj se të dali portier, pas të portier ta pasoj portier. I mos ka pasoj. Dhe çfarë super goli! Çfarë super goli ka fut Saliba. Shikoj ani. Super gol. Vini një not në 110 në komente. Dhe jako ishte ndeshje e barazimja sa fitu. Dhe kjo ishte video për sot çuna, shpresoj të ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe fshihemi në video radhës. Bye bye.